Njëri një rrubaqepës i vjetë të Tiranës më pa treguar një histori interesante me kinezët në vitet 70. Në dyqanin e tij diku afër Sahatit, kinezët kishin shkuar të qepnin 2 kostume për dimër, i donin me stofë të trashë dhe me astar nga brenda. Kinezët kishin 6 muaj në Shqipëri dhe kishin nisur të flisnin disi gjuhën tonë, dhe ndërsa rrubaqepësi u mori masat, ata me shqipin e tyre ende të paplotë pyetën me çiltërsi: "Shoku rrubaqepës, sa kilometra astar duhet blem?" Sigurisht e kishin fjalën për metra. Rrubaqepësi me humor më tha se për një sekond atë ditë kishte menduar të thoshte 1 kilometër. Kështu do të kishte të prisa për së paku 100 kostume të tjera. Kjo histori më kujtoi kilometrin e fundit të Sali Berishës. Kilometër që ai u kujdes mbrëm ta zgjas sërish deri në datën 20 shkurt, në mëngjes u ta zgjas sërish. Pasi në kontekstin e ngjarjes gazmore që sapo tregova, Sali Berisha është edhe klienti, edhe rrubaqepësi i kostumit kinez. Sigurisht, ai është mbreti lakuri që lavdron rrobat e tij të dukshme, por me një ndryshim të madh. Berisha është i ndërgjegjshëm, kurse mbështetësit e tij ende fatkeqësisht jo. Por zoti Berisha sot tentoi të na tregonte një tjetër histori. Ai tha se Edi Rama kishte vënë snajper mbi kryeministri, se kishte tentuar të rriste 4 protestues. Për një moment besova se ish kryeministri 21 janarit, në një moment sinqeriteti, po pranonte çka kishte bërë 15 vjet më parë dhe kishte gjetur një mënyrë se si ta rrëfente atë. Sepse nëse zoti Rama kishte vënë snajper për të vrarë 4 protestues nga terraca kryeministrisë dje, atëherë zoti Berisha sot duhet ta kapte zotin Rama për dorë dhe të shkonin të dy në burg bashkë, me një ndryshim themelor. Dje nuk u vran 4 protestues, dje u plagosën kryesisht policë. Në një shenjë tjetër paradoksale, një operator i News 24 u godit nga molotovi i protestuesve, ndërsa 15 vjet më parë, po një operator i News 24 xhiroi vrasjet e 4 protestuesve në bulevard. Si sot dhe atëherë, Sali Berisha gënjeu. Por më vonë, kur deshet të tregonte se edhe ai, pas ka patur ziverveizin e vet, u ngatruar shumë keq. Një militante sipas tij të lënduar nga snajperet për kauçukut Ramës, ai dha emrin e Ilir Shtufit. Biznesmeni që me siguri e mbështet me para për molotov të protestës, para që ai nxjerr nga kullat që ndërton me lejet që merr për familjarët e doktorit, të dhëna nga qeveria e Edi Ramës. Më saktë, edhe me firmën e numrit 2 të qeverisë, të cilën sot bashkë me ushtarët e vet në SPAK, Sali Berisha kërkon ta dërgojë drejt burgut. Protesta e djeshme gjithsesi është unikale në historinë politike të tranzicionit të ish Europës lindore. Sali Berisha nuk ka ndryshuar në 30 e ca vjet. Të vret kur është në pushtet, të dhunon kur është në opozitë. Policët janë heronj që marrin shpërblime kur vrasin protestuesit e kundërshtarit dhe bandit kur përballen me mbështetësit e tij, gjithnjë më të pak dhe gjithnjë e më të dhunshëm. Ndërsa raporteri i Parlamentit Evropian e këshillonte pak ditë më parë të hiqte dorë nga molotovët, Sali Berisha i riktheu ato sërish edhe më vrastare. Në 20 shkurt, në 35 vjetorin e rrëzimit të busit e Enver Hoxhës, Sali Berisha thret protest një ditë pas antarësimit të Shqipërisë në bordin amerikan të paqes në Washington. Nuk jam shumë i sigurt se sa kjo ndihmon imazhin e Shqipërisë, por me shumë gjas do të heq jo kilometrin, por dhe centimetrin e fundit, të astarit të grisur të kostumit të burdit shtetit, nëse i ka mbetur akoma. Për këto do flasim sot. Sikli. Mbrëma dhe mirë se vini në Real Story dhe flasim sot për një ditë pas protestës së opozitës, për atë që ka ndodhur mbrëm, patjetër për deklaratat e sotme të zotit Berisha dhe sigurisht për thelbin e gjithçkaje. Përse kjo protestë te ky kilometër po zgjatet kaq shumë. Marseda Gjyli është sot me mua, mbrëma Marseda, Rezar Kthupi, mbrëma Rezar. Ervin Karamuça, mbrëma Karamuça dhe Idait Beqiri, mbrëma avokat. Karamuça, doja ta nisja me ju, të flasim pak për protestën dje, e cila numrat pastaj janë çështje interpretimi, por sigurisht niveli i ashpërësisë saj ishte më i lartë se ai i asaj të fundit, pavarësisht se ishte më e shkurtër, etj, nuk pra ishte ndoshta më pak. Pjesëmarrja më ulët se herën tjetër, por ama përplasja u duk sikur ishte më e fortë. Në fakt pritej përplasjen në momentin e parë ose më mirë në tubimin e parë, i cili u zhvillua para kryeministrisë, ku ai rituali i zakonshëm i fishek zjarreve që godisnin muret e kësaj godine dhe po ashtu edhe molotovët që u hollën. Megjithatë, edhe nga analiza më parshme për protestën paraardhëse nuk pati një reagim me gaz lotësjellës, po ishin vetëm ato topat e ujit që u hollën ndaj protestuesve,
Dhe kjo quhet një moderim i sjelljes taktike të policisë. Dhe mbas kësaj me njëherë turma nuk është se reagoi ose kundërshtoi në mënyrë agresive, por u zhvendos në drejtim të kuvendit. Në drejtim të kuvendit ku ndodhi një ngjarje e papëlqyeshme që s'ka ndodhur asnjëherë në këto 35 vite, që për të çarë kordonin e policisë dhe për të hyrë në kuvend, ose më mirë për të afruar pranë godinës së kuvendit, u hodhën në këmbët e policëve eksploziv artizanal. Eksploziv artizanal? Duhet ta heqim atëre, I referoni Molotovëve? Duhet ta heqim termin Molotov. Molotova, jo. Nuk janë më Ajo nuk është një Molotov klasik, sendet që janë përdorur. Molotovi klasik është një shpikje finlandeze, një shishe qelçi me benzinë dhe me një beze, me këto astarë. Kurse ne pam që ishin të lidhura me fishek zjarr. Bezja ndizet, shpërthen, thyet shishja e xhamit dhe ajo benzinë mund të djegë një sipërfaqe të caktuar, varet nga madhësia e shishës. Këto janë në familjen e eksploziv, që do të thotë që ajo shishe plastike me atë natribantin lidh një, mund të them një fishek zjarre, por shpërthimin, fuqinë e shpërthimit, ajo e ka nivelin e eksplozivit. Dhe bën një diametër shumë të madh të përhapjes së flakës, por ka dhe valë godice. Vala godice e cila çon këto shnarper, çon këto copat, që një polici është futur 10 cm brenda në këmbë dhe duhet të operohet. Pra, unë do ta konsideroja... Zoti Berisha ata nuk ka patur asnjë gërvisht. Pra, unë nuk do ta konsideroja këtë më një molotov, për ta heqim nga fjalori. Kjo është një bombë artizanale e intensitetit të moderuar. Pra, nga i moment... Ka rrezik për jetën, apo... Ka rrezik për jetën dhe për shëndetin. Po domosdo, se morin këmbë, po mund të marrin kokë. Nëse... Po të morin kokë... Si shtë ndodhi me një efektive policie. Nëse ti e kap ose i afro... Policia në 2019 që u këputën gishtat. Goditja mund të verboj, mund të të qaj, mund të ketë plagosje, dhe i plagosje të rënda dhe i humbje në jetës persone. Tani, qarë ndodhi? Mbas hedhjes së këtyre bombave artizanale, atëherë policia filloi me përshkallëzimin e të gjithë veprimeve të saj dhe u shfaq më agresive. Se këtë doja të pyesja. Pra, sjellja e policisë e radhe ishte më, themi, mund të qenë më agresive, më decizive, pra ishte më... Shumë e moderuar dhe në një vetë kontroll të plotë të disiplinuar në kryeministri, por e përshkallëzuar për shkak të situata që unë përmenda te kuvendi. Aty u acaruan shumë palët. Hedhja atyre... U acarua dhe policia tonë? Hedhja atyre bombave, sigurisht policia do të kundërveprojë, aty është hedhur për herë të parë pastaj gazi lotësielës, sepse nuk u hodh para kryeministrisë, u përdorën të gjitha mjetet, u hodhën në stand bombat që janë bomba të dritës dhe zhurmës lartë, 180 decibel, 7 mega kandel. Tani këto janë gjithë brenda ndjes normave ligjore? Janë të gjitha procedurave standarde që përdorin